ajo që ishte e rëndë dhe që shoqëria nuk është dot është korrupsioni i madh, korrupsioni i nivelit lartë. Korrupsioni i nivelit lartë është ai katalizatori që mban gjallë korrupsionin e administratës poshtë. Nuk do të thosha që po të mos vidhin ata lart nuk do vidhin edhe këta poshtë, ata prapë do vidhin ata poshtë, por dëmi i tyre në shoqëri për të vjedhur është më i vogël. Dëmi më i madh që bëjnë këta poshtë që vjedhin është që vjedhin qytetarin në mënyrë direkte dhe nuk japin shërbime. Kurse dëmi që bëjnë zyrtarët e lartë përfshirë në korrupsion është se ata bëhen model për varësit e tyre dhe nëse varësi ndan lekët me drejtorin, nëse drejtori ndan lekët me ministrin, historia pastaj është ti bëj çfarë duash, nuk e lufton dot korrupsionin. Ai shkon në një sistem që e kap dhe sikur të jetë i ndershëm. Ai futet në një punë ku i thon duhen kaq lekë në fund muajit. Dhe kjo gjë nuk është luftuar në Shqipëri. Vetëm betejë reale kundër tyre, por jo profesionale, është betejë e Spakut. Domethënë, Spaku është heroi vetëm i vërtet i betejës kundër korrupsionit në Shqipëri, por me metoda aq të padrejta dhe profesionale sa çdo gjë tjetër në Shqipëri, domethënë. Nuk them që është i korruptuar, por është aq i pa aftë dhe i pa zoti për të luftuar korrupsionin me mjetet ligjore, sa krijon një klim tjetër represioni, e cila u jep shkas shumë zyrtarëve të korruptuar, të ankohen si të përsekutuar, nuk është se nuk kanë drejtë në atë rast. Nuk është se nuk funksionon logjika e tyre. Demokracia për këtë shkak është e vështirë. Është e vështirë për shkak se ti do ta luftosh korrupsionin me mjete ligjore, por me mjete ligjore ka një hapësirë të caktuar se si luftohet. Se për kollaj luftojnë komunizëm. Thoshin dy vetë ju vodi, po shkatoheshe, po nuk është e kemi ndruar atë sistem. Dhe njësoj si vuan shoqëria nga sindromat e vjetra të shoqërisë, ashtu vuan edhe drejtësia nga sindromat e drejtësisë së vjetër. Drejtësisë së vjetër kanë parasysh drejtësinë e kohës komunizmit, nuk kanë parasysh kjo drejtësia e korruptuar e para ca viteve ka qenë më mirë se kjo drejtësia tanishme. Se kjo është represive dhe pa aftë për të nuk është mësuar në një sistem të hapur të kapi zyrtarët e korruptuar. Sa jo gjëra e ka dhe vetë e di që është i korruptuar. Të gjithë dimë që është i korruptuar. Problemi është që duhet ta provosh që është i korruptuar. Se kjo është betejë e drejtësisë moderne perëndimore në raport me drejtësinë e regjimeve. Regjimet të caktonin që i korruptuar, mund të ishte i korruptuar, por dhe mund mos ishte, njësoj dënoshte, nuk kishte problem. Dhe kjo gjë është një betejë humbur në Shqipëri. Ndërkohë që qytetarët nga drejtësia e re nuk marrin shërbime. Ata janë puajt pa mbrojtur saqë janë përballë administratës. Mos ndoshta duke qenë se u mbështet edhe nga ndërkombëtarët, reforma në drejtësi dhe krijimi i institucioneve të saj. Mos ndoshta krijimi një drejtësie speciale ose drejtësie të posaçme ka qenë që në fillim i synuar si diçka politike për të eliminuar një klasë politikanësh. Këtë duhet ta pranojmë pa hezitim që një nga objektivat themelore të reformës në drejtësi ka qenë pandushkëshmëria. Pandushkëshmëria është objektiv politik. Nuk është objektiv profesional. Të çdo tot pandushkëshmëri. Domethënë pas kemi lënë ca pa dënuar, aty dënojmë. A do të çon tek një listë në finale. Por në një farë mënyrë këtë e pranon dhe gjithë shoqëria përfshirë gjithë politikën që si thosh ishte bërë një çik bajate puna që askush nuk dënohej. Dhe ky ka qenë objektiv politik, por reforma në drejtësi nuk u bë për këtë. Reforma, si thosh, nuk ishte ky qëllimi kryesor. Qëllimi kryesor ishte që të bënë mirë drejtësi të pa korruptuar dhe më profesionale. Nuk e kemi bërë. As më profesionale, as më pak të korruptuar. Dhe ky është problem shumë i madh. Problemi i objektivit politik të reformës në drejtësi e lidhur pastaj me një varësi shumë direkte të drejtësisë së re nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kaloi drejtësinë shqiptare nga varësia politike që kishte në vend në një varësi burokratike ndërkombëtare, se po të ishte edhe varësi politike ndërkombëtare ja kisha bërë halal, edhe nëse drejtësia shqiptare varej nga presidenti Shubas apo nga kryetari i Komisionit Evropian ja bëj halal, por nëse drejtësia shqiptare varet nga një nënpunës burokrat i Abdatit apo kujt dikush që mbi qyr ato dhe ai krijon kështu preferenca personale dhe në Shqipëri thotë ky merra duhet fut në burg se s'më pëlqen është i gjatë, ky tjetër është i shkurtër, do të thonë kjo është një problem kalojmë në një autokraci, kalojmë në një sistem ku njerëzit për shkak të pozicionit që kanë për arsye krejt burokratike administrative kthehen në tutor të drejtësisë, dhe kjo është më e rrezikshme se sa drejtësia
që kishte një lloj droje nga establishmenti politik i vendit. Se në fundit establishmenti politik i vendit është i votuar për një gjë dhe nëse nuk e dënon ti, e dënon populli pas 4 vitesh ose pas 2 vitesh. Kurse kjo që ti e gjithmonë, domethënë, ti e thret prokurorin e përgjithshëm në takime ai thotë jo, fola me ambasadën amerikane nuk do vija, po nëse ti thua do vish të japësh bësh raport ai përpara se të thojë ti jo ankohet në instanca të tjera jashtë vendit, është pak qesharake si formim, se do të ishte më burrnore thoshte un kam punë time, s'kam punë as me asnjërin, po nëse ai që zot një burokrat perndimor dhe nuk pranon të japi llogari përpara institucioneve të vendit, jemi futur në një sistem qesharak, nuk do të thoshe as të rrezikshëm, është qesharak, është një gjë që ti nuk di si të sillesh me këtë produkt. Në lidhje me ashpërsinë ose me masat e paraburgimit nga drejtësia e re, e kuptoj që nga ana ligjore dhe nga ana institucionale shpesh janë të padrejta, janë të gabuara ndoshta, por për shumë njerëz e gjithë kjo gjë mund të duket si një lloj drejtësie poetike ose si një lloj shpagimi, pra domethënë ata janë përballur për 30 e ca vite me një drejtësi të padrejtë dhe tani për herë të parë politikanë dhe njerëz të pushtetshëm po përballen edhe vetë me një drejtësi të padrejtë. Armiku më i madh i drejtësisë në botë është drejtësia popullore. Domethënë, nuk ka ndonjë armik më të madh për çdo drejtësi profesionale në botë sa drejtësia popullore. Dhe drejtësitë popullore kanë përdorur të gjitha regjimet diktatoriale. Drejtësia popullore ka qenë në Verhozit 45. Mirë kundërshtarët e vet politiku, a bënte gjyqi në kinema Kosova në Tiranë, dilte populli jashtë, militar, bëi kënaqje gjithë populli, po drejtësi nuk ishte krim. Dhe nëse ne do ecim do mbështesim drejtësinë mbi opinionin publik, mbi preferenca politike, mbi përpjekje për të kënaqur turmat, jo që s'kemi bërë drejtësi, po kemi bërë një krim të ri ndaj shoqërisë dhe ndaj njerëzimit në tërësi. Dhe është një gjë aq e rëndë kur e mendon afat gjatë, sa do të vi turp dhe atyre që thonë në burg pas disa vitesh për njerëz për cilët nuk kanë fakte. Klasa politike nuk është një etnitet i bashkuar që ti kap 3 veta se janë të gjithë. Ti duhet të dënosh ata që kanë bërë krime, ata që kanë bërë korrupsion, po dhe atyre duhet ta provosh. Unë personalisht, për shembull, unë jam një nga kritikët më sherrxhin të politikës për 36 vjet me sherr me Fatos Nanën, Ilir Metën, Edi Ramën, Sali Berishën, nuk më ka ngenjëri pa. Unë mendoj që imazhin më të keq për kryeministrin korruptuar mendoj që ka pas Ilir Meta. Unë jam totalisht kundër paraburgosjes së Ilir Metës. E paraburgosja ka standard ligjor përse paraburgoset njëri. Paraburgoset kur ai është i rrezikshëm në pozicionin që ka, që mund të prishë provat dhe që mund të haratiset nga vendi. Për fatin ton të keq, vetë me duart tona Ilir Metën e kemi bërë kryeministër të vendit, president të vendit, kryetar parlamentit të vendit. Asnjë figurë tjetër politike 30 vjet nuk e ka të gjitha postet më të larta të vendit se ka Ilir Meta. Pasi kemi liruar një të ato poste, e kemi arrestuar dhe mbajmë 2 vite gjysmë në burg në një proces gjyqësor që akoma nuk ka asnjë akuzë bindse të më bini mua pse ky njeri duhet futur në burg pa u bërë gjyqi. Unë nuk them mos dënohet Ilir Meta. Po Ilir, pse duhet ta paraburgosë presidenti i Republikës së Shqipërisë? Për deri tani ka dalë që një kushëri i gruas ka dashur të marrë një punë në Shqipëri dhe pastaj pas ka blerë ca rroba gruas. Okej, dënohet gruaja, dënohet edhe ky nëse dënohet, po paraburgim pse? Se paraburgimi është një dhunë e cila e destabilizon njeriu dhe i heq mundësitë për të mbrojtur. Nëse ti futesh tek 313, dhe të dërgojë njërin avokat të çmendur, njërin avokat zgjuar, dhe ti nuk di me ç'të komunikosh dhe nuk ke në dispozicion provat, tallen prokurorët tonë provat do t'i marrësh digjitale, po digjitale nuk lejohet USB-ja, po ke USB nuk lejohet kompjuteri, po ke kompjuter dhe USB vetëm burg se ke përdor. Pra është një tallje shumë e madhe me standardet e paraburgimit mbi të gjitha. Dhe këto janë turpe. Këto nuk bëhet fjalë fare, nuk jam do thash, njeriu që ka kritikuar më shumë Ilir Metën dhe që ndërkohë e kritikoja mua, po nuk mund ta pranoj kurse si që Ilir Meta duhet të rrinë në burg, në paraburgim, pa u dënuar. Ilir Meta gjykohet, dënohet, ka qenë president, kryeministër, as haratiset, as ka ku të shkojë, as ka çfarë prova të prishi. Dhe ç'është prokurori që 2 vjet e gjysmë pasi e arreston me zi bën një dosje aty për i bret. Domethënë ke dhe një prokuror të aftë, dhe një prokuror që ka bërë llogari politike kur e ka arrestuar. Pa arrestoi një këtej, pa arrestoi edhe një këtej,
edhe jam në rregull me 2 palët, po ku janë këta, u them keni arrestuar Ilir Metën, po ku këta tjerë them kam arrestuar Ren Velim, bën sa ekuilibra politike idiote që duka ka kërkuar njëri, mund të arrestoj gjithë nga Partia Socialiste, s'ka pse bën atë balans nëse gjën të korruptuar. Dhe këto janë defekte aq të rënda që vijnë pikërisht nga mentaliteti politik që kanë drejtësia në shfaqjen e saj publike. Domethënë ne jemi tani në një moment që drejtësia është më politike, jo se varet nga politikanët, po bën vetë politik. Drejtësia prodhon më shumë politik tani se sa prodhon politika. Po ti vësh re, SPAK-u dhe GKK-ja që janë, si thua, pjesa e drejtësisë speciale në Shqipëri, që është një problem vetë që është kaq e gjatë, se dhe pas luftës së dytë botërore, gjyqjet speciale zgjatën 3 vjet, nuk zgjasin 13 vjet. Ata vetëm përgjojnë politikisht. Ç'a ndodh? Filloi revolucioni. Dolën flamingot. Përse e kanë për Zurnecin? Tak, pas 4 ditësh del histori tokash. Pse kanë nxjerrë pratisht në tokë? Do thotë bëjmë politik. Kalon pak, do kthehemi shtator, okay. Prap një dosje për një ministër të dramës, prap dhe një mbajmë mend edhe për një nga opozita për treguar që kjo Ramanburg, Berishamburg, ka argumente, ja ku e kemi. Kthehen në një violinë të dytë të zhvillimit politik, në vend është turp. Ata mund të arrestojnë gjithë qeverinë. Janë drejtë e tyre që nga i pari tek i fundit, nëse gjin problem gjin. Ata nuk sillen si hetues të prokuror. Ata sillen si përgjues të politikës dhe prodhojnë politik vetë, si thosh, bën zëri kryesor i zhvillimit politik, bën aktori kryesor politik në vend. Ndërkohë që ne kemi mandatuar që të bëjnë drejtësi, ata bëjnë politik.